Është e gjatë lista e personazheve të rëndësishme të politikës socialiste që janë kullufitur prej babait, hija e të cilit nuk duron që bijtë e tij të ecin përpara apo të marrin fronin e tij në ish komitetin e PPSH së Tiranës. Këtë ndërtesë Edi Rama e ka kthyer në një qendër biznesi që kur mori detyrën e kreut të PS-s në vjeshtën e vitit 2005. Mbështetës të tij në qarqet mediatike janë përpjekur të analizojnë situatën në PS në lidhje me ngërçin me drejtësinë, nga këndvështrimi se si e shikon kryeministri panoramën, apo më mirë, siç dëshiron ai të shihet. Sipas këtij interpretimi, fajin e kanë politikanët socialistë, të cilët të nxitur nga egoja individuale, kanë luftuar njëri tjetrin duke e sjellë parti në këtë gjendje. Egoja apo ambicia e çdo individi që i futet politikës apo karrierës nuk përbën ndonjë krim, përkundrazi, ajo është shpesh tysa e një zhvillimi normal në shoqëri. Problemi që po kalon mazhoranca aktualisht mund të ketë peshën e gabimeve apo përgjegjësisë së individëve që fajsohen nga këndvështrimi i Edi Ramës, por mbi të gjitha, kjo PS e sot më ngjan me një kështjell mesjetare të mbushur me myk dhe lakuri çnate, ku ka shërbëtor dhe një banor të mbyllur në kullën e errët lart. Një vllat të pesh modern që, si një Drakula politik, ushqehet me gjakun e rioshëve socialist, përzgjatur përjetësinë e pushtetit të tij, duke thyer çdo rekord. Në fakt, e gjithë tufa e qengjave socialist që i hëngri konti Edi, ka edhe përgjegjësinë e vet për mungesën e një vizioni të qartë politik që i çoi drejt dramave të tyre, por mbi gjitha, kjo histori tregon edhe naivitetin e këtyre personazheve që lejuan ta kthejnë partinë e tyre në një skenar të ri të historisë së kontit Drakula. I vetmi që ka bërë betejë politike reale në Partinë Socialiste ka qenë Ben Plushi, më shumë se një herë, por ai nuk pati kurrë për krajën e kolegëve, të cilët mund të kishin krijuar një proces politik ndryshe dhe të kishin frenuar pushtetin absolut të Edi Ramës. Në vitin 2005, Ben Plushi ishte ndërpërkrahësit e ardhjes së Edi Ramës në krye të PS-s, ndërkohë që Pandeli Majko, Recep Mejdani dhe grupi i vjetër rezistuan për të ndaluar këtë ndryshim. Plushi u zgjodh kryetari i grupit parlamentar të PS-s dhe u kthye në një nga figurat në ngritje të opozitës atëhershme, ndërkohë që Rama nuk ishte në kuvent, pasi i drejtonte Bashkinë e Tiranës. Kjo rritje politike e Plushit shkaktoi reagimin e Edi Ramës, i cili në vitin 2007, kur Bamir Topi u zgjodh president dhe disa deputetë të PS-s votuan për të, kërkoi largimin e Plushit nga posti i kryetarit të grupit parlamentar. Pas zgjedhjeve të vitit 2009, Plushi bëri një betejë të hapur kundër Ramës, kur PS nuk arriti të fitonte zgjedhjet kundër Sali Berishës. Vetëm pak persona i qëndruan pranë atë moment dhe më pas shumë prej tyre u tërhoqën. Ndërkohë, Plushi vazhdoi përplasjen politike edhe pas ardhjes së PS-s në pushtet deri në vitin 2017, kur krijoi partinë e tij. Ikja e Plushit, që duhet thënë nuk pati një mbështetje nga kolegët e tij të skuadrës socialiste, hapi rrugën e një kurbani masiv, sipas mënyrës një nga një, në mënyrë që të mos shkaktojë trazir dhe shumë gjak në Sallahane. Ngjarja me Sajmir Tahirin është drama e parë e egër e panoramës që do të shihnim në Partinë Socialiste. Sulmi kundër tij nga Sali Berisha dhe Ilir Meta duke qartë se synonte Edi Ramën. Saja, siç e quante Berisha, u sulmua pikërisht një ditë pas hyrit në shtëpinë e bardhë, ku shtrëngoi dorën me Barack Obamën, ndërkohë që me kreun e FBI firmosi kontrollin që solli në Shqipëri, hetuesit që do të ndiqnin penalisht gjithë kupolën socialiste. Drama e Sajmir Tahirit, më shumë se penale, ishte një tragjedi e vërtet politike, ku Edi Rama ushqeu grupe e njerëz që t'i suleshin qengjit për ta ndarë sa më shumë nga tufa, që pastaj ta nxjerrnin në prit për ta shqyer babai. Tahiri e pa veten të braktisur nga gjithë kolegët, siç kishte ndodhur me mikun e tij Ben Plushi, të cili nuk e përkrahu apo së paku nuk ja kuptoi politikisht betejën. Kryebashkiaku Erion Veliaj ishte dukshëm faktori politik në PS, i cili me naivitet ju sul kolegut të tij, si dhe mjedisit politik që Sajmir Tahiri kishte krijuar në PS-n e Tiranës. Për një periudhë, Veliaj e pa veten omnipotent si politikani më i fuqishëm pas babait, i cili me ankth vëzhgonte nga kulla e lartë që qengjit të majme sa më shumë për ta shqyer kur të vinte momenti, siç edhe ndodhi. Veliaj nuk do të ishte vrarë kaq shumë nga rënja Pingull, sikur të kishte shok që ta prisnin për t'ia bërë më të butë trajektoren. Kështu ndodhi edhe me Ditmir Bushatin, gjithashtu një politikan socialist me perspektivë dhe me aftësi politike të spikatura. Bushati në momentin kur i rriti aksionet e veta, sidomos në arenën diplomatike, u menjanua nga Edi Rama deri në zbimin e tij nga Partia Socialiste. Shokët më të ngushtë të Bushatit në PS, që e nxisnin në betejën e tij, ishin të parët që e braktisën, duke marrë postet e babait, që priste i qengjin e radhës të ndahej nga tufa. Lista vazhdon me Gjiknurin e të tjerë politikan që nuk e kanë më relevancën politike, por funksionojnë si mekanizma të kontit të kullës, për të ardhur tek ngjarjet e kohëve të fundit, ku Elisa Spiropali duket se është rreshtuar në një front kritik, por si të tjerët para saj, ka mbetur vetëm, madje edhe në parlament është ulur në bankën e fundit. Ndërkaq, Belinda Balluku
ka treguar deri tani të vetmin rast të rezistence të fortë ndaj Edi Ramës, pavarësisht një situate teje të rëndë dhe një atmosfere të ngjashme me kasapanat paraardhëse. Ajo jo vetëm nuk lejoi ta hante babai, por deri tani ka qëndruar fort. Po senatorët që nga Majko, Xhafaj apo edhe Erion Braçe, i cili është fenomen ndryshe nga që ka luftuar gjithmonë i vetëm për betejat e tij pa grupacione, duhet parë ç'do të ndodhë në vazhdim, por mungesa e politikës reale mund ta kthejë PS-n në një gërmadë politike, siç ka ndodhur me PD-n e Sali Berishës, madje shumë më shpejt nga se ç'duket.